Përshëndetje. Përshëndetje gjithë mirat. Atëherë çfarë po bëhet sot me urën e Gërçarit? Me urën e Gërçarit, më thonë më mirat që janë një fonit parën që në një është gati me kalu çdo lloj makinat. Për problemi që kishte ura e Gërçarit, mas bisedë që i bëm me kryetarin e Bashkisë, edhe me kryetarin e prefekturën, po bisedua që të pas parasysh se kënejnë ata që nuk livrohen një investime kështu, është bisedu me komunën Kojshi të Kushish, edhe në marrë vesh, kanë pru materialet madhë, kam shkruar dhe kam shesnu, se kam bisedu me Taninin në Shqipkin, edhe kena shkarku me aty. Sot kanë fillu qysh në orë 7, u në orë 1 ura është gati me kalua si mu se re. Po, kjo është një ndërhymje pjesë, me kuptohet, e? Po, ja 14% që ka kanë shumë shkatrume, sa kanë riparu dhe herë tjetër, po me thanë drejt në zotit, për ato ka mu dash me ba dishim me gjithë investim me ba komplet, se nuk rrihet të ndru drasa, se drasa s'ba investimet. Atëherë qysh nga dita sotme nuk ka rrezik më për kalimin e automjeteve? Nisa hati ato gjithë ato makina që janë parku aty me turistët tana, se këtu jam unë të ura, që është mosh plot, nisa hati po kalojnë të tana. Prakt, falenderoj. Faleminderit. Gjithashtu falenderit.